Problemet e shumta që kanë emigrantët shqiptarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës ka mbledhur në një takim në kryeqytetin Helen në Athinë, përfaqësuesit e Frontit Demokristian Shqiptar. Në këtë takim u trajtuan shqetësimet kryesore të emigrantëve, të cilët në fjalën e tyre evidentuan faktin se klasa politike shqiptare i ka braktisur prej kohësh. Një ndër kërkesat e tyre themelore është e drejta për të votuar, çka sipas tyre u mohohet padrejtisht për 23 vitesh nga politika shqiptare. Jena i vetmi komunitet shqiptar që jetojmë mbi 2 milion banor, që mos u gabosh 1 milion janë në Itali, që s'kemi as përfaqësues, s'votojmë as në Greqi, s'votojmë as në Shqipëri, as për Shqipërinë, për Parlamentin shqiptar. Qeveria shqiptare tash 23 vite kanë qeveris me pleq dhe me plaka, sepse rinia është komplet në Greqi, Itali, Gjermani, gjithë Europën janë gati 2 milion banor. Kërkesë tjetër e emigrantëve ka shi qeverisë ishte shtimi i përpjekjeve për t'u gjendur pranë emigrantëve dhe nënshkrimi një marrëveshje për futjen e gjuhës shqipe në shkollat greke.